Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin Adaga Media. Sot do shihni një prank. Po, e keni dëgjuar shumë mirë. Pasi kanali shqiptar ka bërë 2 prankje. Mua kanalit Lera CR7 dhe Deos. Kam vendosur që edhe unë t'i bëj ati një prank. Pra, sikur Free Fire na ka dërguar një ftesë për të bërë bashkëpunëtor. Atëherë le t'i shkruajmë, pasi i shkruajt atë grupi që kemi. Atëherë desha me të thënë diçka si të shkruajta. Atëherë nisëm. Shpresoj që të na përgjigjet shpejt, pasi do të jetë një prank i bukur. Uroj që ai ta haj, por megjithatë nuk e besoj aq shumë, pasi deri më tani po shkruaja me të në grupin që kemi, dhe shpresoj që është online tani, vetëm që se ka kuptuar do të na shkruaj. Atëherë derisa të shkruaj në kanali shqiptar, po e shtyej videon. Mirupafshim. Deri atëherë më ka ardhur një mesazh prej kompanisë së Free Fire. Se besoj se ka me e hangër. I kanë pa videot tona me Free Fire dhe po arrej kështu. Kanë kërku me bashkëpunu me ne. Inshallah e beson, s'ma merr kur mendja. Si më i thot. E po nuk e beson. Po ata kërkojnë që ne me I bë një reklam. Pak a shumë. Po. $1 milion po I thak. 1 milion lekë? Jo, euro normalisht. S'ka me besu. Jo, s'ja fus. E kam seriozisht.
Pra pa jo shpjegoj ma mirë që janë 1 milion lek, jo 1 milion euro normalisht. Vetëm për një video. Okej. Mirë, dhe tani pa mbyllim. Mirë dhe e hëngre prankun. Përshëndeti fansat. Atëherë, haja Daga Media thot. Atëherë, kanali shqiptar na thot që të bëni subscribe kanalin ton dhe shpresoj që një ditë, pse jo, kjo mund të ndodh vërtet. Faleminderit që keni parë këtë video dhe ju lutem bëni subscribe pasi kur të shkojmë 50 ose 50 e sa subscribers sa mund të bëjmë një live dhe pse jo të argëtohemi së bashku, të luajmë ndonjë lojë së bashku. Gjithashtu mos harroni të bëni dhe like dhe pse jo dhe një koment, pasi na duhet mbështetja juaj. Tani unë po e mbyll, edhe një herë po e përsëris, mos harroni të bëni like, comment, subscribe, gjithashtu dhe share dhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.